Motra dhe vlezër, mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur të gjithë, sot në këtë ditë të re, pasi që është 8 marsi, dita e gruas, unë spari desha gjithë motrave, gjysheve, hallave, tezëve, krejt që i kena, urime 8 marsi, paqi, shëndet e të mira. Pasi që është sot një ditë e veçantë për gratë, unë kam zgjedhur me lexu nga Fjalët e Urta 31, nështë është pak gjatë, po besoj që keni dorim me më ndëgju. Fjalët e Urta 31. Sjellja e urtë e një sovrani. Fjalët e mbretit Lemuel, mesazhit profetik me të cilin e mësoi Ema. Çfarë të them, biri im? Çfarë të them, biri i barkut tim? Çfarë të them, biri i zotimeve të mia? Mos ua jep forcën tënde grave as jetën tënde asaj që shkatron mbretrit. Nuk u shkon mbretërve o Lemuel, nuk u shkon mbretërve të pinë verë as princerve të dëshirojnë pije dese, sepse duke pirë të mos harrojnë ligjin që të mos shtrembrojnë të drejtën e të pikluarve. Jepni pije dese atij që është duke vdekur dhe verë atij që ka zemrën e hidhruar, që të pinë pije për të harruar varfërinë e tij dhe për të mos kujtuar me hallet e tij. Hapën gojen tënde në favor të Memecit, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pasdore. Hapë gojen tënde, gjyko me drejtësi dhe mbro çështjen e të mjerit dhe të nevojtarit. Ndërsa kjo është pjesa më e mirë që flet për një grua të vërtetshme. Kush do të gjej një grua të fortë dhe të vërtetshme? Vlera e saj është shumë e madhe se ajo e margaritarëve. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ajo i bën të mira dhe jo të keqe tërë ditët e jetës së saj. Gjen lesh dhe li dhe punon me gëzim me duart e veta. Ajo u përngjan anijeve të tregtarëve, e sjell ushqimin e saj nga larg. Qohet që me natë për t'i ndarë ushqimin familjes së saj dhe për të dhënë urdhra e nevojshme shërbëtorëve të saj. Ajo shikon një arë dhe e blen, me duart e saj mbjell një vresht. Ngjesh me forcë ijet dhe i bën më të fortë krahët e saj. E kupton që tregtia e saj po shkon barë dhe llamba e saj e natës nuk i shuhet. Shtrin dorën mbi furkën, pëllëmbët e saj zën boshtin. I shtrin dorën të varfërit dhe i jep dorën nevojtarit. Nuk i trembët borës për familjen e saj, sepse tërë ata të shtëpisë së vet kanë një veshje të dyfisht. Bën për vete mbulesa si sigjade dhe rrobat e saj janë prej liri shumë të hollë dhe të purpurta. Burri i saj ndërohet të porta kur ulet bashkë me pleqët e vendit. Përgadit rroba prej liri dhe i shet i furnizon me breza tregtaret. Forca dhe nderi janë rroba e saj dhe qesh për ditët që do të vinë. Hap gojen e saj me dituri dhe mbi gjuhën e saj është ligji i mirësisë. Ajo mbikëqyr si shkon shtëpia e vet dhe nuk ha bukën e përtacisë. Bijet e saj ngrihen dhe shpallin të fatlume. Edhe e burri i saj e levdran duke thënë: Shumbia kanë bërë gjëra të mëdha, po ti i kalon të gjitha ato. Hiri është i rrem dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të lëvdrohet. I jepni frytin e duarve të saj dhe veprat e saj do të lëvdrojnë të porta. Amen. Shirame ati, erasin na
këndoj dashurisë të nder, i këndoj dashurisë të nder, i këndoj dashurisë të nder. Vllazëra dhe motra, dëshiroj me vazhdue me ekspozen e disa figurave të Biblës që lidhen me temën e besimit, zonit bes, dhe çfarë mësojmë prej kësaj plejade biblike, këtyre kalorzve të besimit, heronjve të besimit, kësaj defileje të besimit që Bibla i prezanton. Dhe sot kemi në radhë pas Noeut, Abrahamit, Mojsiut, sot do të vazhdojmë për Jezueun. Kështu që mund të hapni fjalën e Zotit atje te kapitulli i parë, libri i Jezueut, pra me njerë pas 5 librave të Mojsiut në Dhjetën e Vjetër. Edhe le të lexojmë kapitullin nga kapitulli i parë, 9 vargjet e para. E fjala e Zotit në këtë vend thot: Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbetorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jezueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu shërbetori im vdiq. Prandaj qohu, kalo Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shkon në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani i këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori ju do të shtrihet nga shkretëtira dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tër vendi i Hitenjve deri në detin e madh në perëndim. Askush nuk do të mund të kundërshtoj gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktis. Ji i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas ligjit që Mojsiu vërtet shërbetori im të ka urdhëruar. Mos u shmang prej ti, as djathtas, as majtës, që të kesh mbarësi kudo që do të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhrova unë, ji i fortë dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty, kudo që do të shkosh. Amen. Nga kjo pjesë që lexova, vargu 8 është një nga vargjet më të njohura që të krishterët e dinë, besimtarët e dinë këtë varg. Ndryshe nga persona që përmenda më herët, heronjtë e besimit, se si ka punuar Zoti në kohë të gjatë, duke i dhënë shenja, duke i përgatit me vite, Jezueu është në ndryshe. Zoti kishte futur në skenë ose në prapaskenë me një lloj përgatitje që ai nuk e kuptonte fort. Por për dallim prej gjithë këtyre që i përmenda, Jezueu është përpara
Ai është hapur perdja, edhe tash duhet të lëviz, është në skenë. Edhe Zoti është duke e thirrur, Zoti është duke e nxitur, Zoti është duke dhënë garancion, Zoti është duke i dhënë udhëzim, Zoti është duke fuqizue edhe lëviz. Nuk ka kohë për gjëra të tjera. Emri Josueu është një formë greke e emrit në hebraisht Jeshua, njësoj sikurse emri Jezus, që është formë në greke, në greqisht, po kështu kuptimi është njësoj, Zoti shpëton. Pra Josueu është bërë një formë që të dallohet në gjuhën tona dhe në gjuhën evropiane prej emrit Jezus vetëm me qëllimin që të dallohen, por në hebraisht ky emër është njësoj, Jeshua. Jeshua është pra Zoti shpëton, Zoti është shpëtimtari. Mirë, do shohim tani se pse është e rëndësishme edhe çka është e veçantë me Josueun. Titullin e këtij mësimi e kam bë Josueu, besimi që rrëzon muret. Besimi që rrëzon muret. Përderisa me Mojsiun, Perëndia kishte përgatitur për shumë vjet dhe arrin me çlirua popullin nga dora e Egjiptit, e faraonit. Por duhet të kalonin edhe 40 vjet duke u ende për shkak të tij, për shkak të mosbindjes. Por tani gjitha ato premtime, gjitha ato përgatitje, gjitha ato plane, gjitha ato zbulesa, gjitha ato udhëzime që Zoti i kishte dhënë Mojsiut, ligje të shumta, që i kemi përmendur deri sot një javë. Urdhëresat ende ishin në, si thosh, në fazën e premtimeve. E planet që Zoti kishte dhënë ende nuk po realizoheshin. Planet që kishin nisur me Abrahamin për para 800 viteve. Shikoni një brez për me përdor Perëndia, shpeshherë në histori duket sikur nuk është kur gjë. Sepse duhen breza me e pa përmbushjen e Perëndisë për disa premtime të veçanta. Jo për secilin premtim, po për disa premtime dhe një lloj ndërtimi, sikurse ne dojmë me pa kishën e Perëndisë në këtë vend, duhet breza. Nuk mjafton vetëm një brez. Nuk mjafton vetëm brezi ynë që jemi sot, apo brezi më i ri që jeni këtu. As nuk do të mjaftoj as brezi që vjen pas juve, po dohen breza. Ashtu sikurse Pali tregoi Timoteut, që ti do të japësh, do të mësosh, do të inkurajosh, duke i mësuar ti të tjerët të mësojnë të tjerët, e kështu të transmetoj pra mësimin. Kështu është Josueu në momentin tani që do të fillon të përmbushen premtimet e Perëndisë për sa i përket kalimit të popullit të Izraelit në tokën e premtuar. Kjo është një moment shumë interesant dhe na duhet i veçantë, sigurisht edhe kërkohet një njeri i duhur për këtë gjë. Mirë, Perëndia kishte siguruar që ende para se të dilte nga skena Mojsiu, para se të vdeste, Perëndia kishte urdhëruar Mojsiun duke i thënë: "Ej, Mojsi, ja merre këtë njeri Josueun në të cilin është fryma ime, vendose dorën time mbi ta." Pra, Josueu nuk u zgjodh nga Mojsiu. Josueu nuk ishte një drejtues ushtarak, edhe pse ai e drejtonte këtë popullin. Josueu u zgjodh nga Perëndia. Edhe duke i thënë Mojsiut, ky është cilin unë e kam zgjedhur. Mund të ndodhë shpeshherë që ne kemi
ne kemi preferenca se kush mund të jetë një lider pas teje. Por Perëndia ka një tjetër përgjigje prej nesh. Ai, sigurisht Mojsiu kishte pa ndoshta njerëz të tjerë, por Perëndia i tha, Mojsi, ja, shikoat njeri atje, Jozueu, ai është njeriu dhe cilën është fryma ime, shko, shtri duart mbi të, edhe ky do të jetë udhëheqësi pas teje. Edhe Mojsiu ju bend edhe në praninë e popullit i shtriu duart drejt tij, edhe populli kuptoi se kështu transferue udhëheqja prej Mojsiut tek Jozueu. Jozueu deri tani kishte disa përvoja. Jozueu deri tani nuk ishte i përfshirë drejt për drejt në udhëheqje, ama i kishte disa përvoja shumë të mira. Jozueu ishte në mesin e atyne 12 burrave që Mojsiu i dërgoi në tokën e premtuar me e pa se si është kjo tokë. 10 prej tyre u kthyn me raporte shumë dëshpëruese, edhe ishin raporte me të frikshme. Thanë, ne s'mujmë me hikur atje, ata janë gjigant, ata janë kështu, ne jemi të vegjël, s'mujmë kur me pas sukses. Jozueu dhe një person tjetër me të, si kishte emrin? Kalebi. Ishin të vetmët që dhanë, kishin besim dhe dhanë një raport ndryshe, dhanë, jo, ne do të hyjmë andej. Jozueu shpeshherë ishte pranë Mojsiut kur Perëndia i fliste. Jozueu merrte pjesë atëherë në ato raste kur Mojsiu ishte duke drejtuar gjërat të ndryshme në popull. Ai ishte e shoqëroi Mojsiu në malin Sion. Edhe ne mujmë me pasi Jozueu kishte për disa vite shenja besnikërie, kishte treguar, sepse qëndronte afër Mojsiut. Ai udhëhoqi betejën kundër Amalekitëve. Mirë po, pavarësisht për këtyne premtimeve, pavarësisht për kësaj përvoje, pak në prapavi, Jozueu në këtë kohë që ishte një 80 vjeçar, që po bëhej një lider, ai kishte pashtu edhe disa sfida, edhe i mendonte këtë si një lider i ri, ama 80 vjeçar, i mendonte disa sfida. E në mes në tyre ishin këto. A ka me më fol mua Zoti sikurse Mojsiut? A i kishte pa shpesh here Perëndin, i kishte dëgjuar duke i fol Mojsiut. E Biblia na thot se askush kur asnjëherë nuk i ka folur ndokujt Perëndia sikurse Mojsiut ka folur ballë për ballë. E Jozueu sigurisht se e kishte këtë hall, po unë që nuk jam si Mojsiu, a ka me fol mua Perëndia njësoj? Shikoni, sa herë që kena me bë krahasimet në leadership, kena me gabue. Ti kur ase unë nuk mund të jemi si një lider paraprak. Ne nuk jemi të thirrur me kanë lidera sikur se ata që ishin paraprak. Sigurisht pse jo në karakter, në besnikëri. Por Perëndia do të përdor ty dhe këdo tjetër në leadershipin e ardhshëm ndryshe. Ti do të ecësh dhe do të bësh vetë historinë e formimit si një lider me Zotin. Tjetër, ai ballafaqohej. A ka me mujt me qua këtë popull në tokën e premtume? Ai e njihte popullin se si është? Ai e dinte se çfarë kishte ndodhur për 40 vjet? Ai friksoi a do të dëgjonte populli? A do ndodhe ndonjë rebeli prej tyne kundër këtij lideri të ri, se ishin mësuar me Mojsiun? Pra, sigurisht edhe gjërat e tjera ai po ballafaqohej. Menjëherë, shikoni në këtë situatë, menjëherë Zoti është duke ju shfaqur Jozueut menjëherë në fillim të librit,
edhe në krejt këtë libër janë 7 herë që Zoti i shfaqet edhe Josueut për çështje të ndryshme. Edhe kur i shfaqet atij në vargjet që lexuam, çka i thot? Ai është duke i treguar se unë jam me ty. Ai është duke i thënë, pra Perëndia është duke i thënë Josueut, qohu, ti je shërbëtori im, edhe qohu edhe kaloje Jordanin. Pra Perëndia po i tregon cakun, ku ka më shkuar. Perëndia po e nxit edhe po i thotë se ti duhesh të jesh i fortë edhe trim për këtë mision. Edhe pastaj po e udhëzon që ti ki me veprua sipas ligjit që ja kam dhënë Mojsiut. E pastaj thotë që prej këtij libri, shikoni vargu 8, prej këtij libri, ky libër i ligjit kur mos u ndodh nga goja jote. Çka kishte më mësuar Josueu? Nga ligji, nga fjala e Zotit që e kishte dhënë Mojsiu. Kur mos u ndodh nga goja për asnjë sen. Mos shkon as majtas, as djathtas. Shikoni për sigurin edhe garancën e suksesit të një lideri të ri. Nuk ishte e i varur mbi numrin e ushtarëve. Nuk ishte i varur ky sukses dhe ky garancion mbi taktika ushtarake. Nuk ishte i varur asesi mbi ndonjë përvojë tjetër. Perëndia është duke i dhënë atij personalisht. Unë jam me ty, bëhu trim, jo frikacak, se s'mund të drejtosh as vetën e lemo tjetrin, po dhe si do t'i drejtosh të tjerët pa i udhëzuar nga ligji im që i kam dhënë Mojsiut. Pra garanca suksesit dhe veprimeve është mos u ndaj nga ky libër, nga ky ligj, dhe të mësosh. Edhe pastaj duke i dhënë pra atij udhëzim që të meditoj ditë e natë për fjalën time. Mirë, ne nuk jemi përmirësuar të tjerët, ne nuk shkojmë në kësaj lloj beteja, nuk na duhen, dhe jemi tjetër kohë, jemi në Krishtin, ama çfarë dhe sot mbetet është për ne, si e trajtojmë fjalën e Perëndis. Shikoni dëshirën e Zotit, vullnetin e tij se si duhet ta trajtoj një shërbëtor i Zotit fjalën e tina. Mos më ndo kur nga goja fjalën e tina. Me lexue librin, mos më shkua veprimet e tina, mos më kanë as majtas as djathtas nga ky libër. E natë e ditë me mendua për këta. Pra, kjo është hera parë që i shfaqet Zoti më Josueut, si një shenjë, unë jam me ty, i jep këto udhëzime edhe do të shkoj tutje. Do t'i shohim tani 4 raste më të veçanta për këtij libri që i është dashur Josueut besim. Çka i është dashur Josueut? Besim, edhe janë të veçanta. E njërën për këtyre rasteve ka me përmen autori i Hebrejnëve, që e thot heronjit e besimit e kapitullin 11 atje i letrës Hebrejve. Ta shohim rastin e parë. Rasti i parë ka të bëj me pranimin e përgjegjësisë si udhëheqës. Deri tani pra Joseu kishte pa mjaftueshëm nga Mojsiu, e kishte pasë si sillet populli, kishte kuptuar problemet për 40 vjet, edhe ai pranon përgjegjësinë. Por a kishte besim për këtë përgjegjësi? Jo. Nuk kishte shumë besim. E kur i erdhi besimi? E keni padhi ju shpeshere edhe në për familje, edhe në kish, edhe ku do, nga njëherë kur ja beson një detyrë dikujt, a i thët jo. Është reagim, nuk është kjo reagim i keq, është reagim i mirë. Po pse zakonisht njerëzit reagojnë në fillim jo unë, po ky tjetri, sepse s'kan besim. E është në rregull mos me pas besim?
Po, është në rregull, nëse pas atë besim. Sepse kur kush prej nesh, nëse nuk e ka të qartë thirrjen dhe nuk e ka të qartë misionin, atëherë edhe besimi është pa përmbajtje. E ku o dallimi me Mojsiun tani, me Josueun, është se ky pasi e kuptoi misionin, pasi e kuptoi thirrjen, atëherë edhe besoi. Pra e kuptoi thirrjen, e pranoi vërtet, e pranoi thirrjen, se s'është e ka kuptuar krejt, e ka pranuar thirrjen, ka pranuar misionin, se vërtet është që ne nuk e kuptojmë plotësisht thirrjen as misionin, por e pranoi. Dhe pasi e pranoi, atëherë edhe po linte besimin e ta. Edhe ky nuk i bishnoi me thonë, jo, Kalebit, ose jo një djalë tjetër është. Ai ju përgjigj thirrjes së Zotit, prandaj edhe Zoti ju shfaq atij. 2. Kalimi i lumit Jordan. Ky është një lum shumë i madh aty në linjët e mesme. Jo sa Eufrati, jo sa Nili, por po ashtu një lum interesant në Jordani, sepse në Jordan rreth shkretëtira të mëdha, edhe ishte koha e pranveres, edhe kishte shira, edhe ishte ky një lum i rrëmbyeshëm. Ujrat e lumit Jordan në këtë kohë, është paraparshës vetëm një 10 ditë kur ka ndodhur kjo, ishin të rrëmbyeshme, të zhurmshme e të frikshme. Po jo krahasim me detin, këtu ujë kishte pak, por krahasim me zhurmën që e bënte lumi Jordan me detin e Kuq, ishte madhe kjo zhurma, ishte frikshme. Pra, shikoni, Josueu kishte kaluar detin, nuk si shkon shumë kohë gjatë. Por sfida ishte me kaluar Jordanin. Nuk ishte ura, nuk ishte gur, nuk ishte diçka një mjetë si me kaluar. Edhe nuk ishin vetëm ushtar, po ishin gra, ishin pleq, ishin njerëz të smurd, sigurisht, fëmijë, me kalu me krejt popullin këtë lum. Dhe si do të kalon dhe lumi? Si do të kalonin lumin? Josueu, duke pa besimin e Mojsiut, duke pas atë besim që ne Zoti na ka udhëheq edhe kemi kaluar përmes detit të Kuq. Po si nuk do ta bëjmë edhe tani detin Jordanin? Lumin e Jordanit, si nuk do të kalojmë? Pra me fjalë të tjera, Perëndia na ka bërë me na udhëheq në gjëra më të mëdha, e më të rrezikshme, duke na ndjek mbrapa faraoni, e tash një lum 10 metra ndoshta s'po mujmë me kalua, do ta kalojmë. Si ndodhi kalimi për dallim prej detit? Kalimi është esencial. E ndoshta pak i kushtohet rëndësi kësaj. Zoti kishte urdhëruar që lumi Jordan me u kalue me 7 priftrin, duke mbajtur arkën e beslidhjes, ata do të hynin të parët. Çka ishte arka e Zotit? Çka simbolizonte? Arka e Zotit simbolizonte praninë e Perëndis në mesin e popullit. Dhe me matematik, ky relacion i binde, qysh, me praninë e Zotit që e kemi këtu, e nes po mujmë me kalua lumina, një lum 8 metra. Atëhere, priftrinjet, 7 prej tyre që banin arkën, hynë, bajnë, hapin, duke hynë në lum. Ndahet lumi në dësh, edhe kalon populli. Çka mësojmë për kësaj? Shpeshherë ne sillemi, ne themi kemi besim, ne besojmë, besimi mund të rrit, besimi mund të zvogëlue, situatat komplikohen, situatat mund të mos sharrua pak, ama problemi është se na
nuk e bajmë edhe hapin e parë. Pra, me Jozueun mësohet që kjo besimi, jo feja. Çfarë feje më vëlla këtu? Besimi në Zotin. Besimin e bajnë me një hap futën në lumë. E nuk pritën, sikurse me detin, që një herë me unda deti, e pastaj me kalue. Në lumë e bënën të kundërtën. E bënën hapin, priftrind, u vendos populli, edhe lumi u nda. Jozueu besuan edhe të tjere që ishin bashkë me të. Për këto lexojmë të kemi pra kapitulli 3, po shohim tani rastin e tretë. Rrëzimi i mureve të qytetit të Jerihonit ose të Jerikos. Për këtë, Zoti i shfaqet, është kapitulli 6, edhe Zoti i shfaqet Jozueu duke thënë, unë jam komandanti kreu, vërtet kreu i ushtrisë së Perëndisë. Kush është ky? Nëse ty ta mërmene që je komandanti i Izraelit, unë po të tregoj që unë jam kreu i ushtrisë së Zotit. Dikush thot se ky ishte me kryengjëlli Mikael, disa thonë që është vetë Krishti. Edhe ai thot i jep uzime si me ecë në rrugën për shembjen e mureve të Jerihonit. Ky komandanti, kryekomandanti i ushtrisë së Zotit jep një plan që është një plan pothuajse çesharak. Është një plan që ne me logjik ushtarake është dështim total. Plani i Perëndisë për me rrëzue muret e trasha që ishin gati në 7 metra të Jerihonit, jep një plan të pabesueshëm, një plan të pazakonshëm, një plan që s'është dëgjuar kurrë ndonjëherë. Çfarë i tha? I tha, me ushtarët do të shkosh 6 ditë, vetëm keni mu sjell një herë në ditë, keni mu sjell rreth këtyre mureve të trasha. Sa metra thash? Nuk e di 7, nështë pak e zënova, se ai sherifi i katunit ton, po e din që këta, kur i gjetë të gjetjet arkeologjike, e kanë thonë që është disa metra dhe mu i me konfirmu më vonë, po puna është se ishin disa metra të trasha mure, dhe s'kishte ushtri kur që i kishte thyrë këto mure. Por komandanti i ushtrisë së Zotit i thot, 6 ditë do të sillesh rreth mureve super të fortifikuara të Jerihonit, edhe nuk do të flasësh asnjë fjalë, nuk do të bësh asnjë veprim. 6 ditë, një herë në ditë ki mu sjell rreth ti. Ditën e 7 ki mu sjell 7 herë. Edhe nuk do të 6 herë ki mu sjell, edhe nuk ki me bë asnjë fjalë, heshtje totale. Dhe herën e 7, ditën e 7, me 7 priftrinj, që do t'i kenë burit, edhe tër ushtarët, edhe tër populli, në të njëjtën kohë kini me bërtit. Edhe kështu ndodhi në ditën e 7. U sollën një herë, u sollën 2 herë, u sollën 6 herë, edhe po vinë me u sjell në herën e 7 duke u rreth mureve. Dhe kur u bë hera e 7, atëhere 7 burit jehuan tër ushtarët dhe tër populli bërtiti dhe muret u rrëzuan. Ja kjo ndodhi. Kush do ta besonte këtë prallë ne kishim me thonë? A mundet më gjetë ushtarak, a mundet më gjetë njeri normal, që kishte me thonë, hej, shko sill në rreth mureve,
të Konstantinopolis, sillu një 6 herë, herën e 7 keni me bë muzikë. Edhe murët kanë më rëndu. Kush kishte me besu këtë punë? Ja njeriu që njihte Perëndin, fjalën e tina e besoj këtë gjë, murët ranë, dhe qyteti ra në duart e tyre dhe e dogjën. Kjo është një gjë interesante se këtu në këtë pjesëmarrje kemi krejt popullin pjesëmarrës në këtë shenjë, në këtë zhvillim që ndodhi sepse edhe ata bërtitën. Shenja e 4. E pa dëgjuar ndonjëherë. E pa dëgjuar ndonjëherë në botë. Thuhet që kur kjo nuk ka ndodhur. Është kapitulli 10, vargjet 13 dhe 14. Ishin në betej, Josueu në një betej me Amorejt, edhe po përfundonte dita. Amo fitoria nuk ishte sigurua hala. Dhe nëse ndërpritej, kishin mundësi që armiq të rigrupoheshin e ndoshta ditën e nesërme mund të fitonin. Dhe ky që po e drejtonte popullin, Josueu i bani një lutje Zotit. Lutja më e çuditshme ndonjëherë që ka ndodhur në këtë botë, nga Adami deri sot. Dini sa lutjet ne i bajmë për sene të ndryshme. Prej atyne që lidhen me syt, me vesht, me barkun ton, me mirëqenjen, me shtetme, perëndori, çlerime, shërime, dëshira ndryshme. Kemi shumë dëshira, shumë lutje. Por Josueu në mesin e kësaj beteje që kishte vendosur Perëndia, ai po i jep një lutje Zotit. Perëndi, mos lejo, ndale diellin që mos të perëndoj. Dale diellin mos perëndoj. Edhe Bibla thot që dielli u ndal, hëna u ndal, derisa mori Josueu fitoren, edhe kjo ndodhi. Pra, besimi i shtyn lutjet atje ku as mendja, as në lloj feje, as në lloj ndërgjegje nuk mundet kur me prek e besimi që në qatje lutjet. Unë kisha dash me urue, mas pare të unis për vetës temë dhe kujdo tjetër me i drejtua Perëndis dhe lutjet të këtila ndonjëherë për jetët tona, edhe për çfarëdo kur ne gjendemi. Le të përfundojmë. Josueu pati besim të, si thuash, 4 fisht. Besim për thirrje, besim për hapin e parë, besim për bindje dhe besim për lutje. Uroj edhe lutjemi njësoj për secilin prej nesh, me kontrollua vetën tonë, me shqyrtua vetën tonë, ne që jemi të thirrur, çfarë besimi, apo rritet besimi jonë, çfarë besimi kam, çfarë besimi është brenda meje. Po ashtu për hapin e parë me e ba me besim, e me u bind, edhe me ba lutjet e këtilla me besim. Jezusi dhe Josueu kanë një ndërlidhje, edhe ndërlidhja është kjo. Zoti shpëton, Zoti është shpëtimtari, kjo është mesazhi. Edhe libri i Josueut dhe i veprave i kanë disa ngjashmëri, sepse që në të dy këto libra ne shohim besimin në veprim, besimin në praktik, besimin nga besimi në vepra. Edhe këtu, në këto dy libra shohim realizimin e premtimeve dhe planeve të Perëndis. Atëherë për një popull që ishte vetëm për një popull hebrejt, e tani për gjithë popujt e botës. Atëherë ishte shpëtimi vetëm një populli dhe me Krishtin tani shpëtimi të gjithë atyre që dinë dhe njohin Jezu Krishtin. Ligji me Mojsiun është dhënë me tregue, me kallëzuar kush është mëkati dhe cila është rruga, çka duhet të rrugën me bë për mëkatin. Çka duhet me bë për mëkatin, këtë e kallëzon ligji. Por erdhi ligji nuk shpëton, thot Pali.
as nuk të çon në pushimin përfundimtar, as nuk të jap garancion e shpëtimit, por erdhi Perëndia dërgoi birin e vet, Krishtin Jezus, që në ta mu paguar çdo mëkat, e në ta me gjithë pushimin, e në ta me gjithë shpëtimin, edhe në ta me gjithë paqen. Autori i Hebreve e ka thënë që nuk u gjet pushimi në Jezueun, por në autorin e besimit apo plotësonjësin e besimit që është Jezu Krishti. Me Jezueun populli hebrej hyrë në tokën e premtuar. Me Krishtin ne kemi jetën e përjetshme që matet me përjetësinë bashkë me Perëndin në fronin e vet. Fitoria me Jozueut nuk erdhi me forca ushtarake, por ishte me bindje ndaj Perëndis. Sot është e njëjti mesazh edhe për ne. Me forca tona, me forca ushtarake, nuk mund të kemi asnjë lloj fitim betejës. Kjo bëhet me bindje ndaj autorit që është plotësonjësi i besimit tonë Krishtit Jezus. Ndalja e diellit. S'keni nevojë me bë këtë kërkesë të lutjes se është ka ndodhur një herë, por provoni diçka më të vogël se sa me kërkuar që dielli më unal. Po ti mund të mendosh për veten tënde, cilat janë disa beteja që nuk janë kryer hala në jetën tënde dhe je tërheq, e armiku më vonë është rigrupuar edhe ti je mundur. Andaj betejen bëje, kjo është kuptimi sot, betejen bëje pa i dhënë rast armikut më tuti që të marr forca të reja e të dalë kundër teje. Në Krishtin, ajo është ndalë përpara këmbëve të tua, edhe të ka kërkuar duke thënë, nëse ti lejon që unë të vi te ti, e hap derën tënde, e unë do të vi edhe ha me ty darkë e do të jem mik me ty. Kjo është kërkesa që do t'i bësh ti dhe kushdo që na dëgjon në lidhje me Krishtin. Pushimi i vërtet pra është në Jezu Krishtin, birin e Perëndis për gjithë ata që e thrasin atë dhe është i vetmi që mundet më na fut në pushimin e vërtet. Edhe sot ti zgjedh me i shërbye këtij Perëndie. Amen. Lavdi Zotit, le të këndojmë.
Shkri një shpirt të drejtë